Atëherë ti do t'i kërkosh Zotit. Zot, unë do të doja këta, por cilat janë qëllimet tuaja? Frymë e Shenjtë më jep objektiva shpirtërore për këtë vit, por mënyrën se si duhet të veproj për të rritur shpirtërisht dhe për të shërbyer që të mund të sjell qiellin në tau. Amen. Kur ti përcakton objektivat, ke një plan stërvitje të strukturuar. O besohen, kush është stërvitur më parë, e di për çfarë po flas. Plan stërvitjeja. Sa herë në javë do të shkoj në pishin, ose do të vrapoj, ose do të shkoj në palestër. Sa herë, sa kohë, amen, dhe këtu ti do të vendosësh sa kohë do të lexosh Biblën, sa kohë do të lutesh në ditë, sa herë do të agjerosh gjatë javës. Kush e di që agjerimi në Bibël nuk ishte vetëm herë pas here, por ata agjeronin gjithmonë. Në fakt, nuk thoshte nëse një ditë doni të agjeroni, Biblia thot kur të agjeroni, bëni kështu. Ishte një stil jete. Atëherë duhet të vendosësh sa herë do të agjerosh një herë në javë, cili është dita që do të agjerosh, ajo ditë kur ndoshta për ty është më e lehtë, për shembull je në shtëpi, nuk ke shumë angazhime. Cila është dita, sa orë do të lutem në gjuhë, sepse të lutesh në gjuhë është diçka që e përshpejton, sepse fjala e Zotit thotë se të lutesh në gjuhë ndërton vetveten. Çfarë do të thotë kjo? Që nuk ka lidhje me të tjerat. Do të thotë që shkrytërisht unë rriten. Është sikur, ndërsa ndërtoj, dua të them të ndërtoj mbi diçka. Është sikur shkrytërisht kur lutem në gjuhë, jam më afër gjërave të Zotit. Pra, do të lutem në gjuhë 15 minuta në ditë, 1 orë në ditë, do të lexoj Biblën të paktën aty, do të ndjek planin tim, 3 kapituj në ditë, 5 të dielave. Si do ta bëj? Do të lexoj një libër në muaj, do të lexoj një libër në javë. Të gjitha këto i vendos vetë dhe bëj planin tënd të stërvitjes shpirtërore. Amen. Kjo vlen edhe për stërvitjen natyrore, kështu që mund të bësh një plan shpirtëror, mund të bësh një natyror dhe mund të bësh edhe një për shpirtin tënd. Shpirti është thurrin, çfarë do të lexoj për të mundur të rritem? Po flasim për botën shpirtërore, cilat janë librat që duhet të lexoj më shumë? Ata që flasin për botën shpirtërore, për rritjen. Ka një libër nga jonë Bevere, besoj se e kemi, ka edhe një aplikacion, e keni parë, me një gjë përpara. Kush e ka lexuar ndonjëherë? Si quhet në shqip? Messenger? Jo, është emri i aplikacionit. Jo, aplikacioni quhet Messenger. Doja të dija emrin e librit, nuk në kujtohet, sidoqoftë është multipli libri apo jo. Po, sidoqoftë, nëse keni një telefon, mund të shkarkoni falas këtë aplikacion që quhet Messenger. Aty ka një studim shumë të bukur nga jonë Bevere për si të fuqizohesh në dhurata me gjëra shumë të thjeshta, me zërin e mrekullueshëm të Mauritius, që është edhe juni këtu dhe mund të dëgjoni. Pra, çfarë do të dëgjoj? Dhe bëje? Ja, quhet që shumëzo potencialin që Zoti të ka dhënë. Jemi fiks në temë. Ka një libër dhe ka një audiolibër që mund të dëgjosh falas. Shiko, shumëzo potencialin që Zoti të ka dhënë. Shkoni te Messenger dhe zgjidhni këtë libër që ka një gjë të madhe përpara, ka mësime të mrekullueshme, për të cilat do të flasim patjetër edhe në grupet tona lidhe. Pra, si është të përcaktosh objektivat, të bësh një plan stërvitje e shpirtërore, një plan stërvitje e mendore, me çfarë do ta ushqej mendjen time, dhe një plan stërvitje nëse do të stërvitesh edhe trupin, do të ishte perfekte. Shpirt, mendje dhe trup të lundër, mendo më bukur, më i lundër. Po, ka edhe libra të tjerë që do t'ju sugjerojnë. Pastaj, mënyra e stërvitjes. Thuajeni me mua, mënyra e stërvitjes. Pra, a do të lutem çdo ditë? Si do ta bëj? Salor. Sa kohë?
mënyra. Luke në gjuhë, ajo që ju thash më parë. Pra, bëj një plan dhe mënyra. Pastaj, kur bën sport, ata gjithmonë thonë që ka nevojë për nxehje, apo jo. Në çdo gjë, në pishin, në palestër, ka një kohë për nxehje. Nxehja do të jetë në fillim të video. Ne do të fillojmë të provojmë të qerem fjalë profetike, të lutemi për të sëmurët, të lutemi për të pushtuarit nga demonët dhe të përdorim të gjitha dhuntit e frymës së shenjtë që janë nënë. 3 kategori. Cilat janë dhuntit e fuqisë? Nëse nuk i dini, duhet të bëni shkollën biblike. Mrekulli, shërime, besim. Pra, ne duhet të stërvitemi në dhuntit e frymës së shenjtë. Pastaj janë dhuntit e zbulesës që janë një grup prej 3. Cilat janë? Fjala e njohurisë, fjala e urtësisë dhe dallimi i shpirtrave. Dallimi i shpirtrave është të kuptosh nëse në vend ka engjëj, demon, lëvizje të lidhja, etje. Dhe pastaj ka një kategori tjetër, 3 të tjerë që janë dhuntit e fjalës. Cilat janë? Interpretimi i gjuhëve, profecitë dhe të folurit në gjuhë. Ne duhet të ushtrohemi në të gjitha dhuntit, prandaj ngroja do të thotë që unë filloj, ndoshta filloj kështu. Lutem për një person në ditë, ose ndërmjetësoj për ditë, ose çdo ditë, unë kam vënë vetes këtë qëllim. Duhet të bëj diçka shpirtërore, pra një profeci, një lutje, një herë në ditë për ditë, në rrugë, jo në rrugë, në telefon. Një person në dip të cilit do t'i shërbej në mënyrë mbi natyrore. Kjo është një ngrohje. Ngrohja do të thotë që fillon nga dal për të rritur pastaj intensitetin. Kush shkon në palestër e di këtë? E shihni që në video ne shohim. Ju kujtohet videoja që Stefano fillon me pesha shumë të lehta, të vogla. Tije, ato kujtohet. Dhe pastaj ai fillon të shtoj peshë, sepse në fund do të hesh shumë i Zotit të ngresh pesha të rënda. Amin. Pra, fillon nga dal dhe pastaj vjen intensiteti. Me gjë tjetër që përmendet në sport është të kesh një kohë pushimi. Rekomandojnë të pushosh të paktën një ditë në javë. Dhe këtu dua të hyj të gjërat shpirtërore duke thënë: pusho, sepse nuk varet nga ti, varet nga Zoti. Thuaj me mua, nuk varet nga unë, nuk jam përpjekjet e mia që më bëjnë të përdoren nga fryma e shenjtë, është gatishmëria ime. Thoni me mua, nuk jam përpjekjet e mia, është gatishmëria ime. Tani imagjino, unë jam Zoti, vetëm për një sekondë, dhe dua të përdor dikë. Aty është një djalë që ka nevojë për lutje. Aty është një djalë që po bërte duke thënë: Zot, çfarë të bëj? Ai as që njeh Zotin. Fryma e shenjtë do të shikoj përreth atij djalin nëse ka dikë me të cilin mund të flas. Dhe nëse nuk do të ketë askënd, askush nuk do t'ia sjell fjalën e Zotit. Zoti do të duhet të gjejë mënyra të tjera. Por nëse do të kishte dikë, Zoti do ta përdorte, apo jo, i sigurt. Atëherë, nëse unë po kërkoj dikë që të ndihmoj Jakobin dhe shikoj përreth e them, po kush mund të ndihmoj? Dhe nëse shoh një person të gatshëm që është në gjendje, thonin, sepse duhet të jetë i gatshëm dhe në gjendje, nuk ka kuptim të jetë vetëm i gatshëm, apo jo? Thot, unë jam i gatshëm, por ai ka rënë në tokë, jam i dobët, nuk jam në gjendje ta ngre. Kjo gatishmëri nuk vlen shumë. Ndoshta mund të thëras ditë tjetër, hajde këtu të më ndihmosh. Pra, gatishmëria është shumë e rëndësishme. Kur ne filluam kishën tonë, kush e njeh historinë time e di që një nga personat që e nisi kishën bashkë me ne, përveç pastores Diana, quhet Andrea, i cili sot është një ministër në një kishë tjetër. Është martuar me një vajzë në një kishë tjetër. Andrea ishte në pishinë dhe unë u zgjova me një dëshirë të madhe për të shkuar të notoj. Kishte shumë kohë që nuk shkoja të notoja.
Them ishte gush, sot do të shkoj në pishin. Dhe ndërsa po notoja, Zoki më flet për këtë djalë Andrea. Dhe unë e shoh që është aty dhe më pyet, noton mirë? Unë faleminderit, them burrat, vazhdoj të notoj. Dhe shpirti i shenjtë më flet dhe më thot t'i flas për Jezusin, atij djali që sot është një shërbëtor i Zotit. Ati djali në një pishin të panjohur, sepse Zoti kishte mua që isha e gatshme, dija të dëgjoja zërin e tij dhe kisha të gjitha gjërat, pajisje për të ndihmuar Andren. Pra, Zoti përdori mua, por pishina ishte plot me njerëz, pse Zoti përdori mua? Sepse unë isha e gatshme dhe e pajisur. Ajo që duhet të bësh ti është të pajisesh. Ne duhet të ndjekim të gjitha seminarët. Këtë vit do të organizojmë plot seminare për mbi natyrore, shkollë profetike, shkollë të dhuratave, shkollë të shpirtit të shenjtë, shkollë të zërit të Zotit, do të predikohet të dielave, do të jetë një konferencë. Ti duhet të përgatitesh dhe të jesh i gatshme. Thuaj me mua, të përgatitur dhe të gatshëm. Pra, nëse unë nuk jam i gatshme, Zoti nuk mund të më përdor edhe nëse jam i përgatitur. Sepse mund të jemi e përgatitur të shoh dikë që po vdes dhe të mos shkoj ta shpëtoj. Nëse unë jam i përgatitur dhe i gatshëm, të ndodh. Për shembull, unë udhëtoj shumë dhe flek kur jam në avion, thellë, pushoj, është momenti im i pushimit. E di që shumë kanë frikë dhe nuk flen, unë fle. Them, Zop, nëse duhet të bjerë, le të jerë. Bëje që të ndodh shpejt. Por gjithmonë bëj një lutje dhe them, Zot, nëse do t'i flasësh dikujt, le të jetë tani sepse më pas unë fle. Pra, ke disa minuta para se të fle që unë të mund të flas për Jezusin. Njëherë isha pra një zonje dhe ajo më shikon dhe thot, po bërë këtë udhëtim për të kuptuar kuptimin e jetës sime. Dhe them se sot nuk flem. E thjesht, njëherë një djalë gjerman, Dahiçi, më thot, po ti e di që kur ngrihet avioni dhe kur ulet është shumë e rrezikshme, sepse unë studioj këto gjëra, fillon të më tregoj se si mund të bjerë, si mund të mos bjerë, e të tjera si këto. Pastaj e shikoj dhe i them, ke frikë apo jo? Le ta studioj aeroplanin. Po, por mirë, dhe pastaj filluan të flasim. Një herë tjetër isha ulur pranë një zotërie që ishte shumë i famshëm në Brazil, po shkoja në Brazil, mje që hynte në mes të ndeshjeve të futbollit dhe shkonte t'i puthte dhe t'i përshëndeste të gjithë futbollistët. Ishte shumë i famshëm në atë kohë, brazilianët e një brezi të caktuar e njohin. Por unë, siç nuk ndiqja futbollin, më shikon dhe më thot, ju keni frikë nga avioni. Unë them jo, mund t'ju mbaj dorën dhe i them, po mirë. Do me thënë, nuk është se njihemi aq shpejt në 2 sekonda dhe e shikoj dhe i them, më falni, pse? Sepse kam të merr kur hipi në avion. Atëherë kalova gjithë natën duke i folur atij dhe një zotërie tjetër që ishte pranë tij për Jezusin. Por gjithë natën me biseda të thella për Zotin, për majmunin, për gjithçka. Pse? Sepse isha e gatshme dhe isha e pajisur për ta bërë. Këtë vit duhet të jesh i gatshëm dhe duhet të pajisesh për të bërë vullnetin e Zotit kudo që ai dëshiron që ti ta bësh. Pra, pushimi është, nuk varet nga unë, nuk jam unë që bëj mrekullit, varet nga Zoti. Unë vetëm dëgjoj, disi ta dëgjoj atë, disi lëviz shpirti i shenjtë, bëhemi e gatshme për të bërë vullnetin e Zotit. Gjithashtu, një tjetër gjë që kërkohet është fleksibiliteti. Kur bën sport, nëse bën gjithmonë të njëjtat gjëra, të mërzitesh. Prandaj thonë që duhet të jesh fleksibël dhe të ndryshosh. Për këtë arsye disa, kur bëjnë pesha, fillimisht ushtrojnë krahët, pastaj barkun, pastaj këmbët, ose ndryshojnë stilin nëse notojnë. Varet nga sporti që bën dhe duhet të ndryshosh pak gjërat. Kjo lidhet edhe me të lutesh me miq, të shkosh me njerëz të tjerë për të lutur për dikë, të marrësh pjesë në një konferencë, të bësh gjëra të tjera për ta gjallëruar stërvitjen tënde. Por duhet të luash sipas rregullave. Më trego si është. Duhet të luaj sipas rregullave.
Prandaj ndiq udhëzimet e Biblës kur ushtrohesh në vëndit e frymës së shenjtë. 2 Timoteo 2:5 thot kështu: po ashtu, kur dikush lufton si sportist, nuk merr kurorën nëse nuk ka luftuar sipas rregullave. Më trego si është. Duhet të luftoj sipas rregullave. Ku janë rregullat? Me fjalën e Zotit. Pra, nuk mund të veproj sipas mendjes sime. Duhet të veproj sipas asaj që më mëson Zoti. Amin. Dhe jo vetëm kaq. Kur bën një stërvitje serioze, ke nevojë për një trajner. Ke nevojë për dikë që e ka bërë tashmë atë ose që ka studiuar për atë, ose ndonjëherë shihni që shumë nga trajnerët e futbollit kanë qenë edhe vetë futbollistë, sepse ata nuk dinë vetëm teorinë, por dinë edhe praktikën. Për shembull, unë mendoj se është shumë më mirë të kesh dikë që di si praktikën ashtu edhe teorinë, se sa dikë që di vetëm teorinë. Madje, nëse duhet të zgjedh, do të preferoja dikë që di vetëm praktikën. A e dini pse? Sepse ai jo vetëm që ka studiuar si funksionon futbolli, por do të kuptoj edhe presionin brenda fushës, të cilin dikush që nuk ka luajtur kurrë nuk mund ta di. Do të kuptoj dinamikat e vëmës së zhveshjes. Prandaj është shumë e rëndësishme të kesh dikë që lëviz në frymë, që të mund të na jap këshilla se si të lëvizin në frymë. Kështu që përveç meje, do të ketë shumë shërbëstar të tjerë që do të kalojnë këtu në folklorat tona. Për shembull, ne tashmë kemi ftuar, pa e ditur fjalën e vitit, e kishim ftuar në fillim të vitit Randi Clark, i cili është ai që jep mësim në shkollën Bethel, është profesori i shkollës së shërimit dhe do të jetë këtu në konferencën. Onë e jog të vitit të ardhshëm. Pa e ditur, Zoti tashmë po organizon. Si ndy po organizohet gjithashtu metodë hite. Kështu që ne do të kemi shumë njerëz të cilat po ushtrohen më shumë se ne, që të mund të rriten edhe më shumë. Çfarë duhet të bësh ti? Të marrësh pjesë. Çfarë duhet të bëjmë ne? Të marrim pjesë. Në stërvitje duhet të jesh i pranishëm. Amin. Le të lexojmë një pjesë tjetër. Filipianëve 3 nga 13 deri te 14. Vëllezër, nuk mendoj se e kam kapur ende, por një gjë bëj. Harroj atë që është pas dhe shtrihen drejt asaj që është përpara. Mbrapoj drejt qëllimit për të fituar shpërblimin e thirrjes qiellore të Zotit në Krishtin Jezus. Atëherë, gjëja e parë që ai thot është: unë harroj atë që kam mbetur pas. Thuaj me mua, këtë vit nuk ka më rëndësi ajo që kam bërë tashmë, qoftë mirë apo keq. Zoti më ka përdorur për të shëruar dikë, nuk ka rëndësi, ishte dje. Kam lutur për disa njerëz, të gjithë kanë tegur. Nuk ka rëndësi, ishte dje. Nuk kam lutur kur për askëm, nuk ka rëndësi, ishte dje. E dini që një person mund të filloj të bëj sport edhe sot? Mendoj tani, në rrjetet sociale ne shohin njerëz 80 vjeçar që fillojnë të bëjnë sport me trupa të jashtëzakonshëm. Kam parë edhe një postim nga dikush që thoshte kështu: tregon të gjyshin e tij të dashur kur ishte plak, gjyshin e tij që punonte në shtëpi, pak i shëndosh, me kapel dhe thoshte kështu: po pse pikërisht në kohën time duhet të kemi gjithë këta të moshuar plot moskuj? Jo, ishte shumë mirë kur ishim me bark të rumbullakët. Tani i sheh ata 80 vjeç. Por, apo jo, e keni parë modelen më të vjetër në botë, 92 ose 94 vjeç? E sheh dhe thua, pikërisht në kohën time duhet të më bien këto modele, apo jo? Ishin aq të bukura plakat që gatuanin, apo jo? Edhe sot janë të bukura. Gjithsesi, s'ka rëndësi, thoni me mua, s'ka rëndësi. Nuk ka rëndësi nëse është hera e parë që do të lutesh për njerëzit. Nuk ka rëndësi nëse ke lutur më parë dhe je shkënjur. Nuk ka rëndësi çfarë ka kaluar. Është një kohë e re. Amin. Fillojmë duke u stërvitur ndryshe. Pra, një gjë bëj, ta lexojmë bashkë, një gjë bëj,
Haroj atë që kam mbetur pas dhe shtrihen drejt asaj që është përpara, vrapoj drejt qëllimin. Këtu, sigurisht, ai po flet për shpëtimin, po flet për të vrapuar drejt Zotit, por nëse e përdorin në kontekstin ton, cili është qëllimi im për këtë vit? Të rritemi shpirtërisht, të bëjmë që mbi natyra të bëhet natyrale. Më trego si është. Këtë vit rritem shpirtërisht dhe bëj që mbi natyra të bëhet natyrale në jetën time. Kur isha katolike, unë kisha një atë shpirtëror. Në botën katolike, kur je serios, ke diçka si një pastor, dik që të ndjek një mentor. Unë kisha këtë mentor, këtë pris spanjoll që ishte nga Opus Dei. Kisha lexuar disa libra që më kishte dhënë, pra, ai më udhëzonte. Dhe më kujtohet që u luta për këtë burr në një festë ditëlindje, me histori që ju a kam treguar edhe më parë. Ky burr duhej t'i pritej këmba, kishte gangren. Unë dhe një shoqja ime u lutëm për këtë burr dhe ai u shërua. I bën një kontroll para operacionit, edhe sepse këmba e tij tashmë ishte shfryrë dhe ai ishte shëruar plotësisht. Pra, ai duhej të bënte një operacion të njëjtën. Të mërkurën ishte në këtë ditëlindje me një këmbë të tillë. Ne u lutëm për të dhe ai nuk e preu më këmbën. Ishte mrekullia ime e parë e madhe. Dhe më kujtohet që shkoj atje ishte. Unë e shija çdo javë, ai tashmë ishte një mentoruar. Shkoj atje në rrosimin tim, shkoj atje për t'i thënë. Nuk mund të imagjinosh, kam qenë në këtë sesk, u lutëm për këtë orë. Ai nuk u lëviz, ishte ashtu. Munges manifestimi. Më shikon dhe më thot, e pastaj? Dhe unë them, e pastaj, kjo është një mrekulli. Dhe më thot kështu, në jetën e një besimtari, kjo duhet dhe e përditshmëria. Dhe unë them, me gjithatë, sigurisht doja t'i thosha, atëherë më trego sa kën ke lutur ti, por nuk ja thash. Ha. U përmbajta. Doja të thosha, atëherë më bëj listën e këmbëve për të cilat ke lutur dhe janë shfryrë, por nuk ja thash sepse duhet të respektoja, ishte autoriteti im heshta. Por ai donte të më mësonte diçka. Ky duhet të jetë stili yt i jetës. Ku ndodhesha, me një festë ditëlindjeje, nuk isha me një kish. Ku je, ku da. Lutu, por pastor pastaj nuk ndodh. Nuk varet nga ti. Kjo hyn në pushim, varet nga Zoti. Amen. Gjithashtu, një tjetër gjë që sa pali ishte se ai e trajtonte as për trupin e tij. Kemi folur tashmë për disiplinën që kanë atletët dhe për të pasur një performancë më të mirë ne duhet ta bëjmë çdo ditë, thoni me mua. Kur lutemi, kur stërvitemi shpirtërisht, kur duhet ta bësh. Kur ke dëshirë dhe kur nuk ke dëshirë, shkon edhe pa. Oh, sa bukur, tashmë jeni pothuajse të stërvitur. Atëherë, është të qartë që kur i shërben Zotit, është të qartë që kur i shërben Zotit mund të ketë edhe për ndjekje, sepse kur fillon të lutesh në vendin ton të punës dhe thua, ajo person është shëruar. Unë jam përzën dhe një shkollë morgeshash, sepse lutesha për njerëzit morgeshat pagane. Pra është e qartë që ferri mund të ngrihet kundër teje, por herën tjetër lexova diçka shumë të bukur që ka thënë Charles Spurgeon. Nuk është problem kur ne përndiqemi, sepse kisha rritet, ne rritemi. Problemi është kur ne na duar trokasin. I krishteri vuan shumë më tepër, tha Charles Spurgeon, kur fillon të thuash, sa mirë, sepse ai ndihet si Zot. Është shumë më mirë kur përndiqemi, sepse atëherë e din që e bëjmë për Zotin edhe kur askush nuk na sheh dhe kjo na bën mirë, nuk na bën keq. Gjëja më e keqe është kur njerëzit flasin shumë mirë për ne dhe e goja jonë rritet shumë. Pra këtë vit ne duhet, thoni bashkë me mua, të stërvitemi për televizor dhe për të shfaqur dhuntit e shpirtit.
Ka edhe gjëra të tjera që kemi thënë, janë vetëm në pjesën e parë. Fjala profetike thotë, duhet të shumë fishojmë veten tonë në gjithçka në mënyrë të qëllimshme, por shkritërisht më shumë se çdo gjë tjetër. Duhet të shumë fishojmë veten tonë, thoni bashkë me mua, duhet të shumë fishoj veten. Të bësh dishepëri do të thotë të shumë fishohesh. Kur Jezusi tha shkoni në mbar botën dhe bëni dishepuj, ai po thoshte, gjithçka që ju kam mësuar, përcilleni tek të tjerët. Dhe unë dua t'ja zgjeroj këtë. Çfarëdo që të bësh për Zotin ose çfarëdo që të bësh në jetë, kriodik, sikur të duhet të vdisje nesër. Masler asgjë që nuk funksionon. Sikur të duhet të vdisje nesër dhe të ishe gati që një person tjetër të bëjë atë që bën ti pa lënë asnjë boshllë. A luam bateri? Këtë vit krijo një bateris. Jeti udhëheqës i adhurimit. Këtë vit krijo një udhëheqës adhurimi. A bën një projeksione? Këtë vit krijo dik për projeksionet. Kujdesesh për fëmijët. Këtë vit zgjidh dik dhe trajnoje këtë person që të di gjithçka që di ti. Sepse ky është një vit ku Zoti do që ne të shumëzohemi të tjera. Amen. Dishepullimi nuk është gjë tjetër veç se të marrësh gjithçka që ke dhe ta depozitosh në jetën e njerëzve të tjerë. Kur të vdesim, duhet të vdesim bosh, sepse ja kemi dhënë gjithçka që dinim dikujt tjetër. Kështu vazhdon të jetosh të tjerët nga brezi në brez. A e dini se si e njenin ata Biblën? Nuk e lexonin. Prindërit u tregonin fëmijëve, që u tregonin gjyshërve, që tregonin më tej dhe kështu me radhë. Pra, gjyshërit u tregonin fëmijëve, që u tregonin fëmijëve të tyre dhe kështu me radhë. Goj më goj, gjithçka që di, historitë që di, përvoja që ke, lëre përvojën tënde të dikush tjetër. Që nëse një ditë ti nuk do të jesh më, gjithmonë që ke bërë do të jetë në jetën e dikujt që ka mësuar atë që ty të ka marrë vite për ta mësuar. Kur di gjërat e Zotit, hidi ato të tjerët dhe mos e bëj në mënyrë të qëllimshme. Thoni me mua me qëllim. Jo vetëm nëse ndodh rastësisht. Ti do të marrësh një person dhe do t'i thuash, filan fisteku, unë punoj me dru. Mund të jetë djalli jot kushëriu jot dikush që punon me ty. Unë do të mësoj gjithçka që di në mënyrë të qëllimshme. Unë jam bateria, do t'ju mësoj gjithçka që di. Unë jam si përmarrës, unë do të mësoj gjithçka që di. Zgjidh dik ose më shumë se një dhe stërviti në mënyrë të qëllimshme. Depozito gjithçka që ke në jetën e dikujt tjetër. Në fund të vitit, ne duhet të shumëzohemi të paktën me një. Amin. E njëjta gjë si Jezusi. Këtë vit, vendose këtë si qëllim, shkruaj në objektivat e tu, unë do të sjell një person të Krishti. Nuk ka nevojë të vendosësh një objektiv që nuk mund të arrish. Kur bën sport, ata të thonë, mos vendos me njëherë ngarkesën 100, fillon nga dal. Mos thuaj do të sjell 100. Le ta bëjmë këtë siguri bashkë me mua, mjet i shepull. A je gati? Sa shumë, mjet i shepull, nuk ka nevojë të jenë dy. Thuani bashkë me mua, do të sjell një person të Krishti. Por jo vetëm që ka ardhur të dielën dhe ka pranuar Jezusin. Unë do të ndjet këtë person që në fund të vitit, kjo person të jetë një dishepull i vërtet i Jezusit. Nëse ne e bërëm këtë, vitin tjetër e gjithë kisha jonë do të jetë saktësisht 2 fish. Për 2025, viti i trajnimit dhe i fuqizimit shpirtëror.